Në kuadër të presidencës të Shqipërisë të procesit të bashkëpunimit për Evropën Juglindore për periudhën qershor 2024 korrik 2025, është mbajtur dhe seanca plenare e radhës së Asamblesë Parlamentare të këtij forumi rajonal. Në fjalën e tij përshëndetëse, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani ka vlerësuar si të rëndësishëm dialogun parlamentar në ndërtimin e një Evrope Juglindore më bashkëpunuese dhe më të qëndrueshme. Hasani nënvizoi gjithashtu se gjatë këtij viti, Shqipëria ka pasur nderin të mbajë 5 kryesi në formate kyçe rajonale, përfshirë bashkëpunimin ekonomik të Detit të Zi, Kartën e Adriatikut, nismën e Evropës Qendrore, nismën për azil, migracionin dhe refugjat dhe sigurisht SEKP. Takimi ynë sot përbën një mundësi të vyer për të reflektuar mbi rolin e dialogut parlamentar në ndërtimin e një Evrope më bashkëpunuese, më të qëndrueshme dhe padyshim të rajonit ton më të integruar në familjen europiane. Gjatë këtij viti, Shqipëria ka pasur nderin të mbajë 5 kryesi në formate kyçe rajonale, përfshirë bashkëpunimin ekonomik në Det të Zi, Kartën e Adriatikut, nismën e Evropës Qendrore, nismën për azil, migracion dhe refugjat dhe sigurisht procesin e bashkëpunimit në Evropën Juglindore. Kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali bëri të ditur sot se Shqipëria synon të hapë të gjithë kapitujt e negociatave brenda muajit qershor 2025. Në këtë kuadër, Kryetarja e Kuvendit Spiropali shprehu besimin për mbështetjen e fuqishme të këtij plani edhe nga shtetet anëtare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, si Bullgaria, Greqia, Rumania, Kroacia dhe Slovenia. Shqipëria po ecën me hapa të shpejtë e të vendosur drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe konsolidimit të vlerave tona thelbësore europiane, respektimin e të drejtave të njerëzit, përfshirë të drejtat e pakicave, modernizimin e sistemit politik dhe fuqizimin e institucioneve demokratike, sundimin e ligjit, zhvillimin e ekonomisë dhe rritjen e mirëqenies për njerëzit tanë. Objektivi ynë strategjik kombëtar për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027 në Shqipëri dhe për t'u antarësuar brenda vitit 2030 ka gjetur mbështetjen e Parlamentit dhe Komisionit Evropian, si dhe po fiton mbështetje të gjerë nga vendet anëtare. Ndërkohë ne synojmë të hapim të gjithë kapitujt e negociatave brenda vitit 2025. Unë kam besim në mbështetjen e fuqishme të këtij plani edhe nga shtetet anëtare të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, Bullgaria, Greqia, Rumania, Kroacia dhe Slovenia. Po ashtu, Spiropali vlerësoi se presidenca shqiptare e procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore kontriboi në intensifikimin e bashkëpunimit rajonal, duke përfshirë përveç procesit të integrimit evropian edhe prioritetet e tjera të bashkëveprimit, garantimin e sigurisë, rritjen ekonomike, bashkëpunim në fushën e shërbimeve publike jetësore, me fokus të veçantë shërbimin shëndetësor në fushën e turizmit dhe të kulturës.